Hello. Gjeni këtu, sot është data 13, unë dhe Gjulia vatëm ditëlindjen dje, dhe tash t'ju bëj një vlog me dhuratat që mora, duke qenë se ishte hera ime parë këtu në Angli, e rrethuar nga njerëz komplet rinj, njerëz që i njoha gjatë këtij 8 mujorësh këtu, edhe për të parë raportet që kam krijuar, gjërat, ndoshta ju flasin nëpërmjet dhuratave, sepse edhe unë në fillim isha, kemi drejtën kisha atë ndjesinë, thash është viti parë, nuk do bëjmë ndonjë festë, se di si ka qenë raporti, se unë kam menduar që kam krijuar raport të mirë me gjitha vajzat të cilat kam punuar, si do jetë, si s'do jetë, themi drejtë, nuk është se prisja dhurata, ju betohem, nuk është se prisja dhurata, por po, prisja thjesht urimet, edhe thash okay. Qofim, a do e mbajnë mend ditëlindjen, si do jenë urimet, këto gjëra që ne vajzat i vëmë re. Edhe më çuditën dhe si përfundova duke bërë një darkë, normalisht tek restoranti im dhe Kelly, tek restoranti jon, bëra një darkë, jo të gjitha erdhën sepse jo puna, jo shkolla, se është dhe orar pune, por ishte një darkë e lezetshme, më sollën dhe tortën, nuk kënduran ditëlindjen, në fund doja vendosë vlogun e atë momentin ku më sjellin tortën dhe më këndojnë këngën, shkojnë me dhuratat. Atëherë, e nisim nga vajzat që punojnë me mua tek Aroma. Këtë tufën me lule, ma dhuroi Ilda, është një vajzë, vetëm një vajzë që punon me shqiptare që punon me ne, dhe më ka sjell. Atëherë. Qofin ta ul pak që kamerën. Okej. Një paku me biskota, me çokoladë. Është një palet, një gjë se s'ka po. Është një palet. Sa tonalitetet bukura, nuk e di, mrekullueshme. Pastaj ka sjell këtë çantën dhe brenda një deodorant. Është një set i Niveas krem duarsh, label, maska për fytyrën, ishin tek kjo çanta. Jap shumë emocionuar. Oh my god. Okej, përmban këto gjëra brenda. Jo, ka këto. Është maskara super virale e Yves Saint Laurent. Edhe kështu si po e bëj unë shkele shkodë më thëmë. Super. Një nude pink. Super. Edhe diçka këtu që rata ne duke përhëton të. Duhet e të ky lapsi. Dhe një laps për syt waterproof i... Kjo gjë po më thotë që unë duhet mësoj me pa tjetër të bëj maskarën. Super. Një, fillim, super. Idla, dhe shumë. Pastaj. Okej, dhurata Kellyt me që është këtu. E kam downloadu dixha një libër edhe dje fillova, para se shkoja tek restoranti për të ngrënë, fillova ta shfletsoja. Është një modeli i fundit i Kindle-it. Bashkë me të një subscription, një regjistrim për Kindle Unlimited. Edhe Kelly më solli 2 tufa me lule, një ndër ishte kjo. Pastaj, një nga vajzat e tjera me të cilën unë kam punuar tek restoranti Daes para dite. Dhe e pash është një parfum Kylie Jenner.
Sa i veçantë njerëz, realisht. Ka nota si të ëmbla, por jo të ëmbla që të venisin, se mua nuk pëlqejnë parfumet shumë të ëmbël, se ka disa parfume që janë aq të ëmbla sa, por është i ëmbël dhe i freskët, floreal. Mendoj se do bëhet i preferuar ju. Kjo vajza që ma ka dhuruar është angleze. Rada tjetër është po një nga vajzat që punon me ne e Aroma. Pati. Një libër! Kjo është libri i vetëm që më ka marrë kësa herë dhe t'ju betohem, thash, nëse do mbën dhurata, e pa ta diskutuar me Kelin, do thënë e sigurt, do vetim fiksim që ka me libër, e sigurt do mbushe me libra. Kjo është libri i vetëm që mora. Dhe not gonna lie, jam falënderuese. Karamele. Një gel për trupin. Njerëz, këtë e kam parë në TikTok të një person, nuk e di, se mbaj mend emrin e atij account e këtij personi, bëri një haul me gjërat që kishin dalë tani dhe ishte kjo gota, kur e pash atëherë thash, ok, li si filmi Breakfast Club, e mbaj mend se apo të treguam me këtë të brioshit, një krem për duar, për trupin. Janë dy blasha, njëri është blash, njëri është highlighter. Shikoni sa e bukur. Është qëri. Mua nuk më pëlqejnë qërit aromatik, ju betohem. Por ka njerë kaq të mirë, nuk di ku ta lexoj ç'është ere është, por ka njerë kaq të mirë. Blueberry, ja pse më tërhiqtem, unë e ha shumë blueberry. Edhe bukura është që mbasi mbaron qiririn, kjo mund të përdoret dhe si puntasi ose gjë. Ose dekorativ. Okej. Është eyeshadow i Maybelline-it. Dhe një... lip stain i Shiglemit. Ky është tonariteti. Më shfiksu kjo këngat. Vajzën e bilbili, në. Vajzat më... Okej, të duhet ta provoj. Këto janë dhurata. Pati, madje. Ka sjell diçka dhe për pronarin e vet, i solli dhe Kelit. Thaj që mos të ngeli hatri, thaj që Gjeni është mbuluar me dhurata. Oh my god, jam shumë falënderuese. Realisht njerëz, unë nuk e prisja. Domethënë, e dija që Kunata do më të dhuratë, por nuk e prisja nga gocat. Mendova, thash, siç ja thash, okay, ndonjë libër dhe urimin. Se nuk e ke parasysh, nuk është bërë as viti që unë jam me këto vajza. Por kur e pash që ishin gjitha me pako, nuk e di, ishte një ndjesi e përpar, ju betohem. Është një emocion i përpar, të dish që shkon në një vend të ri, edhe pak nga pak ndjehesh e humbur në fillim dhe e kupton që po krijon dhe ti ato shoqëritë tuaja, ato atë komunitetin tënd. Nuk e di, janë gjëra shumë. Njëra realisht u preka, nuk e prisja, jam shumë emocionuar. Sot ja dërgova dhe Gjuljes, se e di si është bërë këtu. Thash Gjul, shiko ku janë këto dhuratat, okej, tha du ta shoh kur të bësh vlogun për YouTube, tha do t'i shoh edhe unë aty, tha ashtu. Nuk e di, është një ndjesi, jam shumë falënderuese dhe megjithatë, mendoj që jam në rrugën e duhur për të njohur njerëz
të mirë që ti, sa shumë e rëndësishme të rrethohemi nga njerëz të mirë dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Vazhdoj. Punata ime, kushëria rreth parë, më solli lulet dhe një pako me biskota. Ndërsa punata ime më ka sjell rroba që t'ju tregoj. Daja ime ishte në Londër tërë ditën për arsye biznesit dhe më morin telefon dhe të ndaja nuk jam për darkën, ta jam me vonesë, por do vi si do që tjetë. Ishte daja im, kushëri im, edhe erdhi me një tortë, e kishte marrë në një pasticceri në Londër. Një tortë ishte me ore, jo me ore, me çokolata Ferrero, ishte shumë e mirë, më kujtoi tortat në Shqipëri, tha, o gjën, ta kam sjell fiks, siç është pelikani në Durrës, edhe nuk e di, u emocionova shumë, jam falendëruesi që e kam, tani t'ju tregoj dhuratat e kunatës. Atëherë, kunata, më ka sjell këto xhinsat, i provova, i vesha me taka, më rrinin perlë, ndërsa, para se të vazhdojmë, për vete kam bler këtë kostumin, për vetën time dhurat vetës. Se nuk e di ju, po në saj që bledi shka të re, duhet të laj. Okej, vazhdo me dhuratat e kunatës. Këtë paltën, shumë e gjatë. Nuk e di dashurime që kinë parë, sa po e pas të më drejten, ja kisha vënë syrin, kisha kohë. Këtë paltën, kostum gjumi me këtë tonaliteta, është dhe kanatierja me këtë tonaliteta. Okej, ako është dhe kanatierja. Plus, më ka marrë një shall, super mas, më në përse që kam ftohtë edhe është një shall i trash, edhe si vjen si batanija, i mrekullueshëm, edhe furça për make-up edhe beauty blender. Këto ishin dhuratat, më besoni, jam shumë e lumtur, jam shumë emocionuar, jam shumë falendëruese, nuk e di, nuk e prisja, siç e thash se ngela duke u përsëritur, është një emocion shumë i mirë të ditur që të dish që ka arritur në zemrat e njerëzve, që në momentet ku kishe dyshim o bobo do krijoj unë këtu një shoqëri, do jem vetëm, do krijoj ndonjë komunitet, nuk e di, gjithë këto ju thash, prisja thjesht urim dhe ndonjë libër e shumta duke ditur fiksimet që kam me librat, por kjo është për te çfarë prisja, jam shumë emocionuar, jam shumë e lumtur dhe shumë falendëruese. Zoti e di çfarë jep, kur jep, pse jep, kështu që edhe e mora edhe si një mesazh në momentet më të vështira, kur ke edhe dyshime dhe gjëra, mos u dorëzo, vazhdoje vetvetja, vazhdo lufto për gjërat e tua dhe gjërat do bien në vendin e vet. Kështu që jam në rrugën e mirë, jam duke rrugën e duhur, jam duke njohur njerëzit e duhur dhe duke u rrethuar nga njerëzit e duhur. Shumë e rëndësishme të rrethohemi nga njerëz me cilën ndajmë të njëjtat vlera, energji, sepse energjia është ndër gjërat e më të shtrenjta që kemi. Duhet dim ku ta investojmë, duhet dim ku t'ja japim, nuk kemi pse harxojmë energjinë tonë për njerëz që nuk na vlerësojnë. Unë jam kam qenë edhe kam thënë historikisht jam shumë falendëruese për normalisht për bashkëtorën tim, po për Dajën, për Kunatën, për kushërinë time që kam afër, por edhe nga njerëzit që po njoh këtu në jetesë sipër, në bashkëjetesë sipër me gjithë njerëzit që kam afër. Ky ishte vlogu për kësaj herë, shpresoj të kemi pëlqyer dhe ju dhuratat e mia dhe mbi gjitha nuk ka rëndësi dhurata, se sa vlera dhe emocioni që japin dhe përkthimi i gjestit. Kështu që faleminderit edhe juve për çdo urim që na keni bërë mua dhe ime motër. Faleminderit që shikoni videot tona dhe jeni gjithmonë me ne. Shihemi në vlogun e radhës. Paçi.